shumë më PDK është Fatmir Limaj se sa shumë individ të cilët janë brenda PDK-s. Unë mendoj që Zoti Kurti këtë e ka me qëllimin që të provoj edhe një herë të arri disi atë 500.000 votshin. T'ju them të drejtën, unë gjithmonë kam pritur që do të gjendet apo do të kërkohet një farë formule që ta shtyjnë deri në mars edhe këta pa u futur në zgjedhje tani, përkatësisht derisa ti dali mandati presidentës, në mënyrë që pastaj ajo të mund të garoj në listën e lëvizjes vetëvendosje, për shkak se e ka lënë të hapur. Nuk ka thënë kurrë që më nuk do të garoj. Mirë, po tani jemi këtu ku jemi. Por në anën tjetër ne kemi pasur edhe një porosi të Zotit Kurti pse të shkojmë 2 herë në zgjedhje, kurse mund të shkojmë vetëm 1 herë në zgjedhje, duke aluduar. Formë kërcënimi, pra. Kështu formë të kërcënimi kanë qenë edhe të kalumet. Mirë, po na ka dalën ashtu për shkak se momentalisht ai i ka deputetët më shumë, momentalisht ai është politikisht më i forti në skenën politike në Kosovë dhe momentalisht e kemi pasur deri tani një opozitë e cila nuk ka treguar se ka energji dhe forcë që me të vërtetë do të mund ta mund Zotin Kurti. Për shkak se unë mendoj që edhe Partia Demokratike, edhe Lidhja Demokratike janë partitë të cilat në fund të ditës do duhet garonin mes vete për vendin e parë. Dhe jo që ta ndiqnin prapa Kurtin. Sa i përket koalicionit, çana që për shkak kohës të pyes, a presin ndonjë koalicion, le të themi, parazgjedhor? E përmendë Limaj se mund t'i bashkohet, kemi pa një afirmitet të tij me Lumir Abdigjikun, mirë, po përmendet shumë edhe mundësia që potencialisht me marrjen e leadershipit nga Bedri Hamza mund t'i bëhet një ftesë për Partinë Demokratike të Kosovës e tjerë. Po shiqo, unë mendoj tashti Fatmir Limaj është themeluesi i Partisë Demokratike të Kosovës dhe mund ta them lirisht dhe hapur. Shumë më PDK është Fatmir Limaj se sa shumë individ të cilët janë brenda PDK-s. Historikisht po. Kështu që unë mendoj që më shumë e meriton Zoti Limaj që të jetë aty se sa shumë njerëz që janë brenda PDK-s. Kështu që mendoj që faktikisht do të ishte e natyrshme që Zoti Limaj t'i bashkohet Partisë Demokratike të Kosovës. Në anën tjetër e shohim Zotin Haradinaj, ai me siguri që do të mundohet që të ofroj këto grupe të vogla, mirë, po jam shumë i sigurt që edhe Zoti Haradinaj futet e arrin që të futet në parlament, ndoshta më shumë se me 5%, ju them të drejtën, gjithmonë duke u bazuar në ato se çka ka ndodhur këto 8-9 muaj dhe në qoftë se flasim për opozitarizëm kështu të rënd, ato e ka pas Zoti Haradinaj dhe ata votues që e kanë dashur atë lloj opozitarizmi do të shkojnë me siguri te ai. Që do të ketë koalicione, me siguri që do të ketë absolutisht se është vërejtur se cila është rëndësia e të pasurit numër më të madh të deputetëve, por ta shohim se si do të duken ato koalicione. Dhe cili është rezultati që e presin në fund? Pra, po e bëj këtë pyetje, Tomos do të na bie edhe rrugës që diskutojmë sërish, po po e bëj këtë pyetje në ditën e parë, pra kur u shpallën zgjedhjet. Shumë ka rëndësi se çfarë emra shfuten në lista të deputetëve. Shumë ka rëndësi, për shembull, Zoti Hamza e ka marrë rishtazi partinë PDK-n, shumë ka rëndësi se kënd do ta ketë në ekipën e tij Zoti Hamza, edhe pse është shumë kohë e shkurtër që ta rikonfiguroj ekipin dhe rikonfigurimi i ekipit do të prishte balancat brenda partisë dhe do të ishte e rrezikshme për ta. Por na lë të shohim kënd po e fusin nëpër lista dhe pastaj ndoshta mund të flasim për një përqindje.